Ndaj Allahu xhalla wa ala e mohon mirësinë në shumë muhabete mes njerëzve, në shumë bisedat e tyre të fshehta. Bisedat e fshehta janë bisedat që njerëzit bëjnë me njëri tjetrin. Nuk e bëjnë në praninë e tjerëve. E mohon mirësinë në shumë biseda mes njerëzve, vetëm se në 3 raste. Allahu xhalla wa ala thot, nuk ka kurrë mirësie në bisedat e tyre të fshehta, përveç se nëse porositet me nxjerrjen e sadakas, nëse porositet me këshillimin për mirë, udhërimin për të mirë dhe pajtimin mes njerëzve. Pra në shumicën e rasteve këto muhabete janë të kota pa vlerë. Sepse vetë Allahu xhalla wa ala e ka mohuar mirësinë në to. Përveç se në rastet kur ato janë të dobishme, edhe se kur e pyet Muadhi radhiyallahu anhu profetin sallallahu alaihi wasallam, a jemi përgjegjës për çka ne flasim? Ja ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam thakiletka ya Muad, mos pas nëna o Muad, a nuk i hedh në zjarr njerëzit më së shumti me fytyrat e tyre, vetëm se të korrurat e fjalëve të tyre? Pra, rreziku i fjalëve është shumë i madh. Ndaj dhe Umar ibn Abdul Azizi, Allahu më shiroft, thot, ai i cili e llogarit fjalët prej veprave, atëherë paksojnë fjalët e tij e folura në atë që nuk i duhet. Pra, dhe fjalët janë prej veprave, ndërkohë që ne dhe harrojmë dhe mendojmë që vepra është vetëm ajo që kryhet me anë të gjymtyrëve.